Populli ka qef me ditë çka po ndodhet te dikush tjetër. E ke parasysh? Kjo është ajo humbja që po na ndodh neve. Ne kemi interesim me po çka po ndodhet te dikush tjetër. Kush bekon sa ka të lashe. Idenë e këtij formati. Domthonë, ju lutem më mësoni. Dhe del dikush të mëson cila është ideja e këtij formati, cili është benefiti i këtij formati. Disa njerëz më në shtëpi, dikush gatun, dikush han, dikush pin, dikush po lahet me dikon. Pse do të më pohon atë skën? Pse do të më mbledh krejt familja me këshir kur dikush po lahet me dikon, kur dikush të pi çaj, për shembull. Pse një familje jona nuk mbledhet dhe me pi çaj bashk edhe me diskutu një diçka çysh kisha mujt nesër më koha më të mirë se sot. A ki parasysh? Edhe mendoj që është ai që ka bërë këtë format, që ka zbuluar këtë format, duhet të jetë person shumë i mençur pas një dyshim, shumë i mençur është edhe iblisi, edhe shejtani, po i mençur në kuptimin negativ të fjalës. Ai e ka kuptuar çka don populli. Populli ka qef me ditë çka po ndodhet te dikush tjetër. E ke parasysh? Kjo është ajo humbja që po na ndodh neve. Ne kemi interesim me po çka po ndodhet te dikush tjetër. Kush bekon sa ka të lashe, edhe thellë mrena e përjetojmë e kemi atë ndjesjen. Kur dikush përlahet dikon, dikush njihet mirë, dikush njihet keq, dikush e don një karakter. Për aty aq shumë hin belaja aty mrena, sa që filloj njerëz më përlahet me zveti për karakteret mrena aty. Edhe ata karaktere janë persona të cilët unë me të vërtetë nuk i kam njoft. Nuk i ke njoft pa disa i kam njoft.